Reja i nderuar dhe të falenderoj shumë që erdhe në studio. Pavarësisht angazhimeve, unë jam shumë i lumtur që të kam në studio. Përshëndetje. Rauta, të lutem, është kënaqësia e tëra imja që të kam sot në kanape. Më thuaj pak si jemi disponim. Kënaqësia është edhe imja, sepse ndihem mirë kur i kem përballë moderator të këndshëm edhe që rrezatojnë pozitivitet. Të lutem, njëjtë bëni edhe ju. Unë ju prezantova në fillim si një rrëfimtar emocionesh. Sa e ndjeni veten të tillë? Unë se ndi veten tillë, por çka them, çka flas dhe çka bëj me shpirt, me zemër. Dhe ndoshta ajo perceptohet nga tjerë si diçka pak më ndryshe. Por unë them mikrofonin s'mund ta rresh as kamerën, sepse ata ti shpërfaqen ato çka i ndjen brenda, qoftë fjalë, qoftë emocione, qoftë këndimin. Çdo këngë po s'ja dha edhe shpirtin. Nëse kënon vetëm me gojë, nuk e dhon kur gjë. Nëse kënon me zemër, atëherë i ke dhënë emocione publikut. Po sa është e vështirë mja dhënë shpirtin një këngë, sepse mja dhënë zërin është e lehtë, mbase për shumë artistë, po mja dhënë shpirtin, mund të jetë një arsye që ju i keni vizituar tregu tash sa vite. Tash varet krejt prej personalitetit atij që e interpreton, por këngëtarët që kanë pas mas shumë të suksese janë ata që i dhanë shpirt këngës. Do ta kisha përmend një model të këngëtarëve që jap shpirt mas shumë të prej gjithëve sa prej Fizullohun, i cili është çdo fjalë e thot me shpirt, e thot me zemër, dhe për ata, për interpretimet e tij ka merr që sa vite në skenë është legjendë që s'mund me përsërit dikush atë suksesin e atë karrierën e gjatë muzikore si ai. Po edhe emri ju është tabluar shumë mirë në muzikën popullore. Unë di që tash sa vite jeni në skenë, ju gëzoni një dashuri dhe një respekt shumë të madh nga njerëzit. E po besoj që kjo nuk ka ardhur vetëm me lula dhe me drita, ka ardhur me sfida të ndryshme, të cilat keni vendosur që përmes kompromiseve të jeni këtu ku jeni sot. Sa ktheheni shpesh mbrapa në kohë, i kujtoni fillimet juaja? Po, i kujtoj se unë kam lindë në familje këngëtarësh. Ka këndu Stërgjyshi, Hyseni, ka këndu Gjyshi Rama, Baba Halili, dhe migjallarët Hyseni, Jahiri e të kushere tjerë. Dhe kam tradit familjare dhe më rrit prej, dhe më thënë kam fillu Noda, 5 vjetë 6 nuk e di as vetë saj, i kam pas që kam fillu po. Edhe ka qenë një privilegj, sepse për mes këngës në futëshim Noda, sa të herë fëmija fort Noda nuk i linin. E kam pas qatë privilegj, pastaj jem rrit me këngën, jem rrit me ata rapsod e vjetër që kem pas fatin të njoh për safërmi. Të gjithë ato e legjendat folklorit. Pastaj kam supi i babës, kam supi të gjithëve, i kam përcjell shumë këngëtarë të Shqipnisë të asaj kohe, që ka qenë nivel shumë të lartë, kënga popullore dhe arti, dhe ka pas material boll, dhe më thonë na, veç e kemi trashëgu ato që ka është kriju, është brumos të ne prej gjeneratave të mahershme. Po, a kështë ndonjë moment në fillimet juaja kur ishit adoleshent, kur ishit i ri që e kuptuat që muzika është profesioni juaj, kur e kuptuat që me këtë do mirani? Unë faktikisht e kom pas hobi. Këngën e kom pas hobi. Sepse u përcaktova të punoj në arsim. Kam qenë komponu profesor 15 vite, shkollë mesme Ndrenas, dhe ai ka qenë profesioni, ky ka qenë hobi. Atëherë s'ka pas përfitime, ku me ditë sa. Po e zamë në vitin 1982-83, kemi mbush hallat e sporteve të Pallatit Rinis, 7.000 vetë në zake. Ka ndodhur 2 koncerte, i kemi marrë 5 mark, 10 mark, me ditje, edhe kur gjë tjetër. Dhe s'ka qenë atëherë ana materiale, ka qenë aja ana shpirtërore, emocionale. E kur ndryshoj kjo? Kur u bëhe gjitha materiale dhe iku pak shpirtërorja? Mas vitet 19, edhe nevojat, pastaj largimi punëtorëve prej punës, mungesa e pagave, filloi të materializohet. Dhe në atë kohë vitet 19, edhe këtu ishte gjendjet, ju se mbani mend, njerëz pa punë, s'kishte për luftën mbijetesë. Dhe në atë kohë në rrafshën e Pollogut të shqiptarët e Maqedonisë, Tetovës, Gostivarit, ata na kanë mbajt në për dasma, në për ahengje, dhe kemi mbajt familjet prej atyre dhe i falenderoj përjetësisht ata.
Cili është momenti më i bukur ndoshta kur e kujtoni ato vite që thatë që sallat kanë qenë shumë të mbushura, ka qenë ana shpirtërore, nuk ka qenë ana materiale, po çfarë kujtoni më shumë ti? Keni ndonjë ditë, ndonjë koncert, ndonjë moment që e kujtoni më shumë zotit Cervadiku? Është vështirë se na kemi dhënë mbi 150 koncerte në vit. Në atë kohë. Shumë. Po, ato që ishin hallat sporteve kur mbusheshin përplot edhe pa që ishin jashtë. Koncerti i parë që kemi dhënë hallat sporteve ka qenë me 1980, isha musafiri shoqënisë kulturartistike Afroditat, Mushtishtit. Dhe ato ishte na mezi kemi hy. Salla s'kishte vend absolutisht dhe 2 fisha, 3 fish ishin jashtë. Ato ka qenë emocioni ishte ndoshta maj madhi. Po, ju kujtohet kënga që ju bërit famshëm dhe ju afroi shumë pranë publikut në ato vite? Une afirmimin e plot e kam rri me 1982-83 me këngët e Salimanit, më e mira bëri Gutsemit, edhe më e mira nga Gjakova kanë qenë këngët lirike. Me ato kam rrit atë afirmimin e plot, pastaj kam vazhduar, kam filluar pastaj të krijoj edhe me ansamblin Shote Galica, pastaj Bajram Curi, edhe pastaj kam vazhduar me mënyrë individuale. Kam kriju, nuk e di as vetë, sigurisht mbi 400 këngë, po. Kam dikun 28-30 albume, dikun. Shumë janë. Për një artist rrisë që del në skenë dhe mja refyt gjitha këto i doket shumë, edhe i doket, wow, adhe se sot kërri të shka tjetër, sot me një këngë e përfundon vitin. U bon 50 vite në skenë. 50 vite, po andaj përdem. Në këngën e kam pasjan. Nuk e kam diçka që e bëj për para për diçka. Këta për ja them sinqerisht kjo e vrejet, kjo nuk ka nevojë thuhet se kjo shihet. E bëj kur më vjen një frymëzim, një motiv, kur më vjen për këngën, s'mund të rri. Filloj me shkru tekstin, filloj vjen melodike, edhe du sa ma shpejt me dale, se më duket që po më gulfat më branda, du të nëzër jashtë. E nëzër jashtë për mes këngës? Për mes këngës. Edhe unë thëmë, si me humor shokve, po është e vërtet, thëmë, ma dëshirë ka me bo një këngë të mirë, se me ble një kërtë mirë, ma të mirë në kështë. Sepse është... A të besojnë? Po, unë e thëmë me shumë sinceritet, edhe... Për mu një këngë e mirë është ma shumë se gjithë shka tjetër. Po, sepse jeton më gjatë kënga mirë se sa një veturë e mirë, por njerëzit mund të mos me besu se sot jetojmë në një epokë me një gjërat shumë materialist, të cilet në rrjetet sociale shfaqin vetëm gjërat materiale dhe anën shpirtërore nuk është që e shfaqin shumë. Dhe ju jeni rritur ndryshe. Unë jetoj për këngën. Ju jetoni për këngën e po. Dhe vitin e kalum kisha shumë këngë dëshmorëve dhe këngë që kisha me vitit të rije, këto dikun 6 këngë për një dit i kam ingjizue. 6 këngë. Edhe Burim Krasniqi në studio. A hish nuk të shterë zoni, a hish nuk... Jo, se kam problem. Nuk e kam problem. Ma shumë lodhët a i inqizu si sone. Se 6 këngë me i finalizu janë shumë. Pa i knuja 3-4 këngë që atër fillaj me u hap ato vokalet, me qenë nivelin më të mirë. E kuptova. Dhe nuk e kam problem. 6 këngë për i dit, e i thojnë ku a shaqa i borimi, thët një libro të i kënu, thët. Me kësa gjata. Sa ka snisë të ri me 6 këngë bëj një album i pi dhe e quajnë që e kanë lansuar diçka ju keni 6 keni inqizuar për një ditë. Unë kam qef, kur ti bile një 2-3 këngë, s'paku me i kënu, se sa më shumë që të kënej, zani lirohet është ma ngrohet ma shumë, vokalet janë ma let me nxerë ato vibratot, ato që ka dune, ato që ka i du shumë. Po, Cervadiku kur shoh në intervista shumë të këngëtarëve që janë në moshë dhe janë plakur jashtë vendit, ata frikën më të madhe kanë që do të vijë në ditë që nuk do të mund të këndojnë më. Ju e keni këtë frikë, mendoni që në një pikë tjetës ju nuk do të mund të jeni më afër mikrofonit? Të unë është e kundërta. Vitet e fundit për kundrazek mu ka rritë ambituesi i zanit. Sepse i rri gati kështu se këto kur bëhet zënja të hundë këtu, kam pas probleme për para me to, ta shiri gati dhe i pastroj gjdo dit me ujdetit, është blejet në barnatore. Me kryp. Me kryp dhe kur je mirë këtu, je i qelun, atëherë edhe për vokale është shumë alet edhe rritet ambitusit. Atëherë më rahat me zejeni tash se dikur? Shumë a mirë jem tash se sa për para. Nuk e kam problem. Bile kam një duet që kam ban me të edhe me shkur të Fejzen, edhe me Lindita Selimin, nota bukur të larta që ma heret s'kisha mujt me i rri. Përmende disa emra me cilet keni bashkëpunim, por unë e di që mi që jeni me të gjithë.
keni mbajtur raporte S'kam raporte të këqija me askënd. E di, 50 vite karrierë dhe me i pas punë të mirë me një industri që nuk është edhe aq e bukur sa duket në ekran, është një punë në vete. Karriera me bë muzikë dhe me lancu këngë dhe me lancu albume, me qenë pranë publikut, për të njëjtën kohë dhe me mbrojt raporte të mira me kolegë, është një punë më vete që sot të rinjt nuk e kanë sot primar. Unë nisna për asaj se për ju e ka boll, hapësina ka boll. Secili ka të veçantinë e vet. Zoti dytë njëjtë si ka fal kërkun. Secili t'ja ka dhënë atë dhuntinë e vet që nuk e ka ai tjetri. Shumë e vërtetë. Edhe për çka kam nevojën me sonë nëse diko e xhelozoj ose urrej, unë shkatërrej veten, sa ti se bëj kur gjë. Në veç veten e damtoj. Se fus energji negative. S'kam nevojë. Unë kam stilin tim, kush më pëlqen. Secili ka ato tjerë, dhe nuk do të thotë që mi pëlqy të gjithë dhe një këngëtar. Është e pamundën sepse shija është relative, ndron. Shumë vërtet. Prandaj secili ka të veçantinë që unë e respektoj. Dhe për ata kam raporte me të gjithë, nuk flas keq për kërkon, secili ka punën e veten. Edhe tek secili mundohet me atë të mirën me lancu, atë anën pozitive, jo ato se pat meta veç ai nalt është. Po, cilët janë miqtë më të mirë që keni krijuar nga kolegët që mbani raporte kështu? Raporte pak më të shpeshta, po them, por në kuptoj kur vini më shpesh në Kosovë. Po ne bashkëpunim më shumë të kam prej kolegëve me Mahmud Feratin, se na shkojnë edhe vokalet na janë për shtatën më mirë, po dhe me të gjithë kolegët që kam dojete me Nikolën, me Shkurtën, me Shëretën, me gjithta, me motrat. Më thos tash jetë hati duke mos më përmend, po me të gjithë kam raporte të mira, edhe ku takohemi mizi presim që të ulmi të rrim edhe të bëjmë habet. Janë shpeshta këto takime apo jo? Për zotin, të thënë drejten, jo dhe aq, se unë kur vi marr shumë obligime, se tash këto ditë kam pas 2 dasma, klipe, 4 këngë, këto intervista, ngarkes, s'po di ka. S'po din ka, edhe unë jam shumë i lumtur, e hapet një temë, sepse gjatë saj periudhe kohori ju kanë thirrur shumë nëpër intervista kolegët mi, gazetarë të mediave të ndryshme, dhe jam shumë i lumtur që mu më thatë po dhe jeni sot diullur në kanape se doja me shumë patjetër. Unë shpesh bëj pyetje në Instagram se këtë doni ta shihni në kanape dhe ka qenë emrojt këto javë që lan pas. Kështu që doja patjetër t'ju kisha në studio lat keq disa punë t'juja që të vini te unë, kështu që e vlerësoj shumë. Është kënaqësi që t'jem përmes ekranit juaj, jem më afër dëgjuesve, më afër atyre që na mbajnë gjallë, sepse po të mos ishte publiku, na mot e kishim lënë këtë punë, po te publiku e morëm energjinë edhe forcën krijuese. Ata na japin. Përmes kur i dojnë këngët tona, atëherë neve na frymëzojnë, na japin frymëzim. Edhe unë i lutem edhe falenderohem prej tokën qell publikut për atë që na ka mbajtur në skenë, që 50 vite mu edhe gjeneratën time që është një gjenerat që i ka dhënë shumë këngës shqipe edhe në kushtet e okupimit, në kushtet e robnisë, sepse atëherë kënga ka pas edhe rolin e dyfisht, jo vetëm të arktimit e këto, po edhe të motivimit edhe të shpresës për një ditë më të mirë për njeri. Kur e kthen kohën mbrapa në gjithë këto 50 vite karrierë, çfarë kishit bërë ndryshe? Jeni pishman për ndonjë gjë? Jo. Për asgjë? Jo, për asgjë. S'kisha ndrohur kur gjë. Sepse gjithmonë para se me bëni veprim unë matëm shumë. Nuk e bëj veç edhe të është let njeri me këmaj drejt. Vetëm dil në pozitë tjetrit edhe për ata unë kom pas me kolegë, me bashkëpunëtorë, sepse punë të mira nuk bëhen vetë kur. Pa miq të mirë, pa bashkëpunëtorë të mirë, nuk bëhen këngë të mira, nuk bëhen tekstet mira, nuk realizohen klipet mira, do të thotë sa është suksesi jam, është edhe atyre që kam punu tanë jetën me ta. Në rregull. Ju keni qenë bashkëshort i jashtëzakonshëm, ju sot jeni baba i jashtëzakonshëm, jeni gjysh i jashtëzakonshëm, jeni i ndërtuar jo vetëm profesionalisht, si të gjithë tjerë. Po edhe në aspektin personal, si të gjithë tjerë, por këtu jemi për të folur më shumë për ju. Më thuani pak në cilën pikë, para se të ndalim te kjo që sapo i përmenda, vendoset që të mos ishit më në Kosovë, që të ishit pak më shumë jashtë vendit, dhe pse? Unë kam shumë herë kam cekë ditë mos po bëhet e tepër kjo. Kam dalë në 99, kur e kam pas bashkëshortën smut, dhe atëherë ishte pjesë e luftës, unë isha i angazhuar logjistik,
pastaj me një grup ushtarësh patëm dalë në Shqipëri, dhe pastaj më therën këta për koncertet homash që mbajshin për Kosovë atëherë. Më therën ky Eurokohës, Remziu dhe Çunjaqi. Unë e kisha të shoqen, pastaj e çova në Shqipëni atje, me 100 peripeti, se është histori e gjatë. Ma prënë në shoqen në Shqipëni atje dhe në spital atje thanë veç që jashtë nëse ki mundësi se s'kash këtu shërim. Pastaj ishte oferta me shku atje, kështu që u lidhën 2, po pastaj atje mbeta, sepse ishte në ato procedurat, operacionet, terapit dhe pastaj kontrollat çdo 3 muaj, po ka jetu 10 vite pastaj prej kohës që kemi shkuar, dhe këto janë punët aty nalte, në skemt as fuqit ndryshojmë, as ai cakton. Po, është një ligj i pamërshëshëm që nuk mund të punojmë në atë drejtim, vetëm duhet pranohemi. Unë e them shpesh, Zoti kërkuj si jap me të gjitha, diçka i lënë mangut, dhe e falenderoj që më ka dhënë një bashkëshort të tillë, që më ka dhënë fëmijë të tillë, familje, më ka dhënë shëndetin, më ka dhënë dhuntin e këndimit, dhe për gjitha i falenderoj, po jeta ka sfidat e veta dhe jam unë me të i kaluë, me familje, me fëmijë, dhe kënga ka qenë ajo që më ka ndihmu, më thonë, muzika, më ka ndihmu që ta të i kaloj këtë situatë, edhe prap t'jem ato ku është dasht jem me karierën muzikore, dhe për ata po thëmë, unë e falenderoj edhe familjen, edhe bashkëpunëtorët, edhe gjithë ata që më kanë përkrah, edhe në ato momente, edhe kam arrit që ta te kaloj atë situatë, edhe të vazhdoj karierën aq sa na lejon ai nalt. Po, pavarësisht që me vazhdu karierën ka qenë e vështirë pas asaj se çfarë ka ndodhur, por ju e keni vazhduar në mënyrën më të mirë të mundshme, madje edhe me këngën që sa përmendet. Kënga në momentin që po flasim është gjithandej në rrjetet sociale, dhe unë thash para se të hynim në studio, nëse ka diçka që po më bëhet shefi është vetëm për faktin që trinjt po marrin shumë mesazhe nga deklaratat e juaja dhe nga këngët e juaja. Sot ka ndruar ndoshta forma dhe të dashuruarit, sot dashurojnë ndryshe zhratat e reja, përjetojnë ndryshe dashurinë krahasim me ju. Ju kur flisni për bashkëshortën dhe për atë këngë që e keni shkruar, një rrëfim emocionesh që thash unë, flet më ndryshe se sa për zhratat e reja sot. Andaj edhe doja që ta prekja pak më shumë këtë temë. Si e shihni sot feedbackun që e merrni nga kjo këngë, pikërisht nga gjëratat e reja? Mu më vjen mirë që të rritë e kanë pranu edhe si vargje, edhe si vi melodike, edhe shpresoj t'jetë një mesazh i mirë për ta, për dashnin që ta kenë mes veti, sepse dashnia nuk është e njanshme, vetëm nga njëri partner, do t'jetë dy anshme, dhe t'ja din vlerën çdo momenti, t'ja din vlerën partnerit, t'ja din vlerën jetës, shëndetit, gjitha, edhe ta përjetojnë çdo moment, çdo rast, jo për cikrimet banalet ndahen, fjalosën, sepse njeri perfekt nuk ka në këtë botë, vetëm i madhi Zot është perfekt, na kemi gjithë në të meta, dhe duhet që njeriu ti te kaloj ato cikrimet, gjanat e problemet e mëdha ti bëjt voglat ti hub krejt. Një mesazh shumë i mirë që i bashkangjitë më dhonë që ta marrin gjithë ata, sepse sot ka shumë divorce, sot trinjt nuk zgjedhin të martohen, po zgjedhin bashkëtesën, pastaj kur martohen nuk kalojnë shumë vite ka dhe divorce, sidomos raportime të ndryshme. S'po flas për dhunën, pastaj edhe për kronikat e zeza, sepse është temë shumë e ndjeshme, po këtë që e thatë sot ja vlen që ta dëgjojnë gjithë ata që janë të dashuruar. Unë do ta tregoj edhe një rast, një qift 99 vjeçar kishin jetu së bashku ata, pa pas kur fjalosje, pa pas probleme, edhe tu bëhen sociolog, filozof, psikolog me studiue se si kanë pas mundësi që të arrujnë atë dashni, atë harmoni për 99 vite. Dhe kur shkojnë të ai, thot, po leta kjo punë. Thot, kur s'ja kemi përmend këshijat shoqëshojt. Se njeri pa të meta nuk ka, veç ai nalt. Edhe kur as të metat, as të këshijat nuk e kemi thonë për njëri tjetrën, dhe s'ka pas pse tha, nuk fjallosë. 99 vite bashkë, nuk vlen vetëm për njerëzit e që, po vlen edhe për shoqëri. Prandaj, po thëmë, nuk ka njeri pa të meta, e shumë pa... vërtet. Dhe dut ato gjërat e vogla ti fshim, dhe ta përjetojmë jetën, ta gëzojmë, sepse jeta është e shkurtë, dhe nëse nuk di me jetu, nuk di me gëzu, çka mbetet pastaj?
Kur e kënduat për herë të parë elegji për bashkëshortën, ju më thatë para se të hynim në studio që e keni kënduar vetëm një herë. Vetëm një herë në studio. Nuk keni pasur mundësi ta këndoni të dytën herë asnjëherë. Jo, edhe në Odane kam kënduar. Edhe në Odane kam qenë 2 herë në dilemë me ndërprej. Pse? Kisha emocione edhe 2 herë kam tentu me, po e shtangova trupin edhe trunin edhe vazhdova. Po, ai kam bet, vetëm ai gjerim, se as i kam bërë klip, as kur gjas. Ai gjerim dhe ai inqizim në momentin që po flasim është shumë i ndjerë. Më thuaj pak sot po e sheh njerëzit që po e dëgjojnë për herë të parë, gjeneratat e reja që po e dëgjojnë për herë të parë dhe po prekin shumë nga kjo këngë. Po shoh më nalin edhe fëmijët e pjesa e rinisë shkollore, e shoh se si më shohin për rrugës fillojnë me këndua, di? E shoh që ka depërtu shumë të pjesa e rinisë, sidomos kjo këngë, ai ndryshimi sepse unë nuk i kuptoj shumë trendet e reja, dhe njëherë mezi e kam pranuar që të plasohet në këtë formë kjo këngë, për shkak se na edhe në studio nuk dëshirojmë që ta ndryshojnë zonën talon ashtu si na ka falë Hinal. Por ma vonë pashe duhet ta përkrahej edhe monin edhe publiku mas e pranojnë këtë formë, pranova që të tripet. Po. Në fakt, unë kam pas një balad që e kam plasu tash, Asandra Zhgandër, ta plasoj Ma vonë. ma vonë, jo ma herët kam pas, po pastaj u shty. Të njëjtën ditë na e punum një këngë videoklipin me Fjolla Berishen, këngë Vajzë Kosove, edhe këtë. Edhe më në kisha në plan baladën ta plasoj përpara, por kur doli kjo, pastaj ishin 2 temat njëjta, thash lëshoa duetin, aty miku tim Vebes që i bani edhe 2 klipet, atëherë el shumë ma vonë këtë baladën, që rastisht të përputhë se unë në vitin e kaluar kam këndu këtë. Po pastaj u shtyn për arsye teknike. Në rregull. Thatë që elegji për bashkëshortën e keni kënduar vetëm për një herë. Është e tepër që t'ja u kërkoj të ma këndoni sot në studio pak? Se di, po provoj. Është viral në rrjetet sociale, thatë që është lancuar me një verzion pitch, që është njihet në muzikën profesionale si një verzion, po unë të doja shumë ta kisha një verzion live nga ju sot në studio. Nuk e di sa është e mundur. Si te tunë tuj kujtue, unë i do gjasyt e mi. Kur vjen vera me vehrue, s'pas kan flat hijet pa ty. Cili resht nga kjo këngë ju prek më shumë ti? Po, ndoshta ato të parat që në të strofes janë pak më të rana, kur fillon kënga, ato janë pak më të, dhe për shkaku i atyre s'ka mujt me kënu këngën. Këto janë pak më të buta, por që refreni e ka bë Dvetën. E ka bë dvetën. Po, ja u kërkojnë që ta këndoni, por me çfarë arsyetimi ju thuan ju? Jo, s'më i thëmë. Në asnjë moment, a? Jo, s'kam. Thëmë, mungon forca shpirtërore me kënu, s'më i. Po me e dëgju? Shumë rrallë. Veç kur ka herë kur ndjej nostalgji, vetë kur jam, po shumë rrallë. Në rregull. Në rregull. Sot që po i shihni videot nëpër TikTok, një platformë që thotë që nuk e njihni shumë, që çdo e dyta video pothuajse është nga kjo këngë. Më thuani pak sa i përcjellni, sapo keni kohë me i pas, me e pas sepse është një trend jashtëzakonisht i madh i ripërpunimit të këngëve të vjetra. Them drejtën, unë veç Facebookun e përdorja dhe kam përdor, Instagramin shumë pak, TikTokën mos themi fare. Një 5-6 vitin i shok, tha, qile veç të kufizum. Qile le të që aty. Po veç i kom 5-6 story i kom vendosë edhe të kufizum, se nuk, sepse ka gjithë shka tu. Okej, se kom përdor shumë, po pastaj, kur e hyna e pashën, atë bumin që kishte bo kanga, u befasova pastaj, dhe gjana është interesant, nuk kur vinë pa pritë, gjanat mira, befasie këndshme, ishte edhe për mu, edhe për Monën, ishte një befasie këndshme, por... Jeni takuar personalisht në Monën? Jo, ende semi se unë kam marrë këtu, ishte në Zvicër, më duket kthejet.
sot ose nesër dhe do takohemi. Do takoni për herë të parë pas këtij bashkëpunimi, kështu që më bëhet shumë qefi që një gjenerat si ju dhe një gjenerat e re, sot që është shumë aktiv në rrjetet sociale, kanë bërë bashkë një këngë të jashtëzakonshme. Po, ai produceri vlen mi kërkoj edhe 2 këngë tjera. Ti kërkoj 2 këngë që të ripërpunon dhe ato? Po, përpunon, dhe refrenë, thash një herë të presim. Të presim pak. Thash, s'po du mu bo i tepërt. Në rregull. Mund ta këndojmë pak edhe këngën e re që sapo është lancuar? Po, provoj. Po këndojmë pak edhe këngën e re, sepse mu m'pëlqej shumë, sepse e dëgjova pak. Asander, asgander, s'po muj me t'harru, në gjdo që listimen, emni hyta shkru. Zani që ka dyshu as pak, dhe mur pesha ajo që tatë më herët që më mirë i keni tani, mënyrën se se këndani se sa dikur. Nuk e di. Po. Ja, unë kam një problem që do të spakun ja 10 minuta me këndu, për me marë zani atë ku... Me unëze pak, me unëze në gjuhën e juaj. E kështu, pa unëze është pak vështirë pak. Unë po besoj që ju shikoni televizion, po ju shikoni edhe i përcjellni portalet, sot kalojmet nga më të ndryshmet se çfarë po ndodh në Kosovë rreth aktualitetit politik, social, kulturor e gjithçka. Çfarë i pengon më shumë ti sot? Tek gjeneratat e reja të mentalitetit të rinjve sot. Thëmë drejtën, shpesh më pengon kur hine për këto rrjetet sociale, gjuha që e përdorin, shamjet, urrejtjet, ofendimet, nuk na kanë hije. Ato më pengojnë, dhe duhet që të krijohet një gjenerat me më shëndetshme, të mos ofendohet pa asgjë ose për çështje politike ose për ndryshme. Vetëm këto më pengojnë. Që duhet më shumë dashuri ndaj njëri tjetrit, respekt. E kemi prit me vite këtë ditë që t'jemi të lirë, t'jetojmë të lirë, jenë shku shumë gjenerata me sy qelë, ta shohin Kosovën e lirë, dhe kemi më shumë dashuri ndaj njëri tjetrit, më shumë respekt, më shumë nder, dhe jo për partije, për çështje politike, çështje të ndryshme, është mkat ose për secili ka mendimin e vet. Është ta respektosh mendimin e secilit, po jo me ofendime. Jeni jo shumë i ngjyrosur politikisht, mbështetni as pak, ha? Gjithmonë keni qenë kështu? Kur në politikë jam përzi, as nuk përzihem, bile unë kam miq që janë edhe në parti tjera shok, po edhe kur postojnë as like nuk ja u bëj, se s'du të përzihem në politikë, jam apolitik. Do thonë edhe pse i keni miq ngush as share as like nuk ja u bëni. Jo. Ata e kuptojnë, po besoj. Se i kupton. Politik, unë jam apolitik. Në rregull. S'du të jemi asnjë partije, du të jemi të gjithëve. Më thuaj pak cila është ndjesia më e fortë, qenurit baba apo gjysh? Ndjenjen më të mirë që kam përjetuar në jetë ka qenë të bërë gjysh. Dhe nuk di që ka ndjenjë më të mirë, e ma fisnike, është... Përshkruama një pak, se zakonisht për qenurit baba, ju e keni shumë të shprehur këtë ndjesinë e fortë të qenurit gjysh. Nuk besoj që ka fjalë që mund ta përshkruash atë ndjesi. Më duket, mbese nipin kur i marr, më duket më japin energji lumturie. Energji lumturie, sikur mi pas engjëjt në dorë, ashtu i ndjej. Dhe kur zgjohem, punën e parë këshyria është se nipin e kam jetoj me djalë dhe djali me nusë dhe me nip, si të zgjohem, s'pari shkëshyria është qutaj, me shku me marrë në dorë. Është ndjesi... Edhe ju donë shumë juve, po mësaj, ja? Lumë kushaj, lumë jaj, gjyshe e gjyshe që përjeton atë ndjesi. Ju kujtojnë momenti i parë kur i keni pa? Nuk besoj që mund të gjenë fjalë, çfarë do poeti, çfarë do shkrimtari që ta shpreh ato që ajo është një diçka veç i madh i Zot që din t'ia dhuroj njeriut. Atë ndjesi edhe atë ndjenjë, ajo është madhështia njerëzore. Shumë njerëz thonë që kur je gjyshe përjeton më mirë sepse kur je baba jeni në moshën në cilën ke shumë angazhime në karrierën tënde dhe nuk e shijon shumë rritjen e fëmijëve tu. Pastaj kur fëmijët bëjnë fëmijë, e shijon shumë më shumë qenurit gjysh se sa baba. Nuk e di, në kretë botën ishte gjenetike, që ashtu ishin
Gjyshja dhe gjyshja në kretë botën ishin të lidhë më shumë se sa për fëmijë. Jo vetëm të ne. Në tonë botën ishte njëjtë kjo, se kam lexu kështu. Thotë është me zi presin takohen. Jo për atë se dhe ka gjysh që punojnë, po ndjesia për nipin është mjalti tojnë. Unë po besoj që raport mirë gëzoni edhe me nusën e djalit, duke di që bashkëjetoni bashkë, që më thuaj pak për gjithë këtë harmoni që e keni momentalisht. Unë kam pas 2 vajza, tash i kam 3, se nusën e djalit e konsideroj vajzë timen, edhe nuk mujt t'i dalloj, përkundrazi jam edhe më i kujdesshëm se sa me vajzat, sepse ka ardhur prej një familje tjetër. Kështu që njeriu raportin qoftë me fëmijë, qoftë me miq, qoftë me shok, e krijon vetë. Nëse ti e sillesh mirë, e respekton, e nderon, normal që merr edhe respekt, edhe dashni, edhe ndershmëri, tana i merr. Çka t'jepsh, aq merr. Prandaj është mirë që njeriu, edhe nëse dikush nuk don, ti me të mirë. Bën ato t'i vje keq, t'i vi marrë për atë që ka bënda i teje. Kur jeni jashtë? Po për fëmijë, një kam unë e fola në aspekt përgjithshëm. Për fëmijët kam, ata e di që respektojnë ato që kam bërë për ta, për krejt, edhe atë shumë jenë të lidhun, edhe unë për ta kështu, në mënyrë të jashtëzakonshme, por që tash edhe nusja djalit e ka plotësu shtëpinë, edhe me nipin edhe me mesen tash jam përmbush. Me vdekjen e bashkëshortes, a janë lidhur fëmijët më shumë me ju? A e vreni që ka ndodhur një gjë emocionale shumë e fortë brenda harmonisë juaj? Po, janë më shumë, edhe një mundu me lu rolin e 2 prindve, edhe të babes edhe të nanës. Se disa e kam arrit, po jë mundu që të jem pranë tyne gjithmonë, çka ka nevojë, dhe falenderoj Zotin për gjithë çka që më ka dhënë, dhe uroj që të vazhdon kjo, të kem shëndetin unë, fëmijët, dhe jeta është, do të mja grabit ato të mirat, sepse sfidat në jetë mund të vinë gjithmonë, por të mirat do të mja grabit, do të mja marrë, me përjetu çdo moment, momentin kur ullesh me familje hanë darkë, hanë drek, me përjetu atë moment, një shetim e ta. Momentet më të mira janë kur i ki me familje, me miq, shok dhe bashkëpunëtor. Që ato mbesin, tjerat, gjanat materiale, ato shkojnë e vinë. Njëri i pasën është ai që i ka ato gjanat shpirtënore që nuk blihen. Vetëm ai është i pasën. Nëse do riktheje kohën mbrapa, cilin moment do ta shijonit edhe një herë? Unë besoj që gjatë jetës nuk kam lanë moment kështu pa i shiju edhe kur jem kanë me bashkëshorten, edhe me prind, edhe gjithmonë jem kanë i afërt, edhe i sa ka mujt me kanë i dashtën, ashtë se prindit edhe nanës edhe babes, kur së një del hakësh, së mund ja u këthen atë që kanë bërë, por jem mundu që t'jem pranë tyne, t'jem gjithmonë, dhe Zoti nuk t'jap kur gjanë dorë, por t'i sjell përmes forma të ndryshme. Prandaj, unë jam i falenderus për gjithçka që më ka dhënë këtë jetë, për dhuntin, për sukseset, për familjen, dhe jo vetëm ne, po ne do t'i falenderohemi përjetësisht të gjithë atyne që kanë bërë gjithçka, kanë ndjeshëm në përvjetorin e masakrës Poklekut, ku janë të vramë 54 civil të pafajshëm, për tyne kam pasë edhe nxënësa. Dhe ajo familje sot është rigjenerue, ka dhënë shumë për Kosovë, gjithë ata dëshmorë, gjithë ata ushtarë, gjithë ata luftëtarë që kanë dhënë gjithçka për Kosovë, dhe ne do të jemi falëndërues Zotit edhe atyre që kanë dhënë gjithçka për lirinë e sodit që e gëzojmë. Po të mos ishin ata, na nuk ishim sot këtu në këtë studio. Shumë e vërtet. Jemi drejt fundit të intervistës, nuk dua di kur nuk jeni në Kosovë, për çfarë ju merrmadhi më shumë ti? Për Kosovën. Po për Kosovën, po për diçka specifike. Për çfarë ju merrmadhi? Për gjithçka. Për gjithçka, unë Kosovën ndihem mirë. A vjen shpesh? Po.
po vi shpesh, ndihe mirë sepse unë jam si tip optimist i pandrejtshëm. Qa i vjen kjo? I shoh veç gjanat e mira. Kam dëshirë veç gjanat pozitive t'i shoh. Okej, edhe në këtë formë nuk sheni asgjë negative në vendin tonë. Rrjedhimisht, pa ashtu po i bie. Ato që kanë negative fort nuk kam dëshirë Ti kujtosh, po. ti kujtoj. Në rregull. Unë falenderoj shumë që qetë kohë dhe u bashkangjitet sot kuadër të emisionit Kanapesh. Besoj që të mos kemi prishur shumë punë që ti anuloni disa prej planeve tuaja që ti ishit sot Unë këtu. kom përcjell emisionet tuaja, më pëlqej ka pozitivitet, ai afërsia me mysafirët Të lutem. dhe e ndjeva edhe sot emisionin tuaj. Urime, shëndet gjithmonë edhe jetëgjatësi emisionit edhe suksese televizionit tuaj. Faleminderit. Unë jetëgjatësi dhe shëndet për t'uroj edhe unë juve që të këndoni sa më gjatë dhe të na dhuroni sa më shumë këngë të bukura. Kështu që pavarësisht moshës tuaj dhe viteve gjata në karrierë, gjërat e juaja po e dojnë dhe duan që t'ju kenë ende në muzikë, kështu që vazhdoni të këndoni. Unë nuk do të ndalem derisa të më lejani Malli Zot. Kënga është jetë për mua, kënga është ajo pjesa shpirtërore që më ban edhe me ndoshta së më lë mu plak. Kjo mbase mund të jetë. Faleminderit shumë që ishit. Faleminderit. Shumë faleminderit.